Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet që në fakt po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Nata e mbrëmshme, në qoftë se dha një imazh të rënduar të Gjestit edhe të Rozanës, të cilët si miq të më të afërt apo si njerëzit më të dashur të Eglit nuk derdhen asnjë pikë loti për të. Nuk e vuajti kështu Shkëlzeni. Shkëlzeni u mërzit shumë, një mik i ngushtë i Eglit që kur erdhi në shtëpi ka treguar këtë lloj afrimiteti dhe përzgjodhi që të bisedon me Gjestin jo me të gjithë banorët bashk, por të ndahen tek banaku i Lori Kafes. Shkëlzeni i thonte Gjestit që ti je përgjegjës për këtë situatë, edhe nuk duhet ta marrësh këtë situatën kaq thjesht. Ajo vajza ishte duke vuajtur, ti e neglizhoje dhe ti nuk merreshe pothuajse fare me situatën e saj. Gjesti i thonte që unë ja kam thënë Eglit që nuk e dua, unë ja kam thënë Eglit që po bëhesh posesive dhe po më ngjitesh shumë, ajo mua më rinte non stop nga pas, unë nuk mundesha dot më të bëj në këtë shtëpi dhe duheshte të bëjmë një zgjidhje, ose ajo, ose unë brenda kësaj shtëpie. Shkëlzeni tha që nuk është e bukur që një femër të vepron në këtë formë, nuk është e bukur që të lëndohet një femër kaq shumë dhe nuk është e bukur që ta neglizhosh kaq shumë. Egli ishte prekur tepër se Gjesti kishte ndarë kohën dje gjatë gjithë ditës me Rozanën, ishte afruar me Rozanën, kishte qëndruar me Rozanën, por banorët nuk e dinin arsyen se pse Gjesti u afrua me Rozanën dhe pse qëndronte me Rozanën, sepse Rozana dëshironte që të largohet nga shtëpia. Rozana ishte lodhur shumë në këtë lojë, ishte bezdisur shumë në këtë lojë dhe kishte marrur një vendim që të largohej nga shtëpia e Big Brotherit. Gjesti, duke i qëndruar pranë, duke i dhuruar dashuri, u mundua që Rozanën ta mba në shtëpi. Shkëlzeni gjatë gjithë kohës i thonte që nuk ishte Rozana personi i cili ishte më i ngarkuar në shtëpi se sa Egli. Kujtojmë që Egli dje ka biseduar me Shkëlzenin dhe me Kellin. Egli thonte më vjen turp në gjendjen që unë kam arritur, u jam sulur të gjithë banorëve kot e më kot në shtëpi dhe nuk e kuptoj arsyen pse dhe vete kam bërë këtë gjë që u jam sulur banorëve, nuk jam sjellur mirë, jam sjellur shumë keq me ta. Në fakt kam denigruar imazhin tim. Egli thonte që unë asnjëherë nuk duhet t'ia kisha bërë shumë gjëra njeriu që unë e dua siç mi bën mua Gjesti, por Gjesti ditën e djeshme ka qenë shumë atmosferik, ka qenë shumë happy dhe tregon që ka hyrë për një lojë aty brenda. Shkëlzeni në një farë mënyre ja tha ca fjalë Gjestit edhe ishte shumë i mërzitur dhe vazhdon të jetë i mërzitur me Gjestin i cili nuk e respektoi Eglin sipas Shkëlzenit dhe që nuk ja kuptoi në asnjë mënyrë hallin e saj dhe të paktën të uleshte të bisedonte me të se çfarë e mundonte Eglin kaq shumë. Tani ne nuk e dim në qoftë se do të ketë një rikthim të dytë apo jo, nuk e dim se si do shkojnë më tash raportet në shtëpi, a do të ketë një afrimitet mes Shkëlzenit edhe mes Gjestit, por Shkëlzeni ja la të kuptueshme Gjestit që ti je arsyeja që Egli doli nga shtëpia. Gjesti i tha, gjërat ai diun më mirë se çdo kush këtu brenda, ne tha jemi më gjatë këtu brenda që në ditën e parë tha unë kur kam hyrë e në ditët në vazhdim Egli tha ka qenë shumë e ngjitur, shumë e dhënë për mua. Diskutimet kanë qenë shumë të pranueshme, do të thënë thjesht Gjesti ishte shumë i ftohtë në raport me Eglin.